Talit për të emetuar një eurobond dhe ka përzgjedhur edhe konsulenti ligjor që do ta udhëheqë të transakcion. Pra qeveria do të kërkojë sërish 500 milion euro të paktë në kushtet, kur si pasojë e rritjes së çmimeve, qeveria arkëtoi 520 milion dollar shtesë dhe ndërkohë që Shqipëria emetoi një eurobond prej 650 milion euro në nëntor të vitit 2021, gjë që e bën tepër të dyshimt huamarrjen e pritshme prej 500 milion euro, që e çon borxhin publik nga 107% në vlera akoma edhe më të larta dhe të pakontrollueshme. Për sa kohë qeveria ka arktuar 520 milion dollar nga rritja e çmimeve që kanë paguar të gjithë qytetarët shqiptar. Ndërkohë që çmimet në treg nuk janë ulur, atëherë pse merren edhe 500 milion euro hua dhe për çfarë? Është shumë e qartë se fondet e grumbulluara si pasojë e inflacionit të lartë nuk do të përkthehen në më shumë shërbime për qytetarët, por do të abuzohen nga hajdutët e rilindjes. Pra do të merret borxh për të financuar korrupsionin dhe skandalet e panumërta financiare. Banka Botërore në raportin e fundit të saj parashikon një ngadalësim të rritjes ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor. Por ngadalësimi i rritjes ekonomike për vitin 2023 do të jetë më i lartë për Shqipërinë krahasuar me të gjithë vendet e tjera të rajonit. Pra rritja ekonomike për vitin 2023 do të ngadalësohet nga pritshmëria që ishte 3.5%, pra në parashikimin fillestar, do të shkojë në 2.2%. Për vitin 2023, Shqipëria do të jetë vendi me rritjen më të ulët ekonomike, krahasuar me vendet e rajonit tonë. Pra Shqipëria vazhdon të jetë vendi më pak konkurrues në rajon. Transparenca dhe llogaridhënia para opinionit publik në kushtet kur borxhi i radhës prej 500 milion euro do të rëndojë sërish në kurrizë të qytetarëve shqiptar është një detyrim i pakapërzyeshëm. Pyetja që me të drejtë ngrihet në këtë rast është se si ka mundësi që ndërkohë që merret borxh pas borxhi, kjo nuk sjell asnjë efekt pozitiv për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Përkundrazi, projekcionet e institucioneve më prestigjioze ndërkombëtare flasin për përkeqësim të treguesve ekonomik dhe social. Së fundmi, Banka Botërore ka rishikuar në rritje kufirin e varfërisë ekstreme dhe absolute. Kufiri i varfërisë ekstreme vlerësohet të jetë 2.15 dollar në ditë për person. Ndërkohë, familjet me ndihmë ekonomike në vendin tonë vlerësohen të përfitojnë 0.6 dollar në ditë për person ose 3.6 herë më pak se kufiri i varfërisë ekstreme. Kufiri i varfërisë absolute, sipas Bankës Botërore, vlerësohet të jetë 6.85 dollar në ditë. Nën këtë kufi jetojnë të gjithë pensionistët e zonave urbane dhe rurale, të gjithë personat me ndihmë papunësie, të gjithë punonjësit familjar që paguhen në kufirin e pagës minimale dhe përtej saj, që do të thotë se gati 80% e shqiptarëve jetojnë nën ose në kufirin e varfërisë absolute. Duke vlerësuar situatën kritike në të cilën ka arritur niveli i borxhit publik, për të parandaluar një humner ekonomike dhe financiare dhe drama të mëtejshme sociale për qytetarët tanë, përsëris thirrjen e Partisë së Lirisë, drejtuar Kuvendit dhe institucioneve financiare të huaja dhe vendase, për të bërë sa më parë një vlerësim real dhe transparent të borxhit publik, duke përfshirë dhe kontabilizuar të gjitha detyrimet aktuale dhe ato të pritshme të Republikës së Shqipërisë. Këtu në mënyrë veçantë kam parasysh detyrimet nga arbitrazhet ndërkombëtare. Gjithashtu duhet bëhet dhe një analizë ndikimit të tij, pra të këtij borxhi, në qëndrueshmërinë e financave publike dhe në përkeqësimin e parametrave makroekonomik, me pasojë cënimin e interesit publik të përgjithshëm. Njëkohësisht, çështja e dytë që do të doja të ndalesha është ajo që ka të bëjë me energjinë e rinovueshme, një temë të cilën e kemi marrë dhe rimarrë disa herë.
Qeveria ka njoftuar se ka depozituar më në fund një përreqligj për nxitjen e përdorimit nga burimet e renovueshme të energjisë. Sipas këtij përreqligji tepër të vonuar, klientët privat apo publik, si dhe ata familjar, mund të instalojnë një kapacitet total deri në 0.5 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme për të mbuluar nevojat e tyre dhe për të injektuar energji të tepërt në rrjetin e shpërndarjes. Ndërkohë, viti që lan pas shënoi një kërkesë në rritje për instalimin e këtyre impianteve si pasojë e çmimeve të larta të energjisë. Qeveria rezulton se nuk ka përmbushur asnjë detyrë sipas planit të konsoliduar të veprimit për burimet e rinovueshme të energjisë, ku përgjatë viteve 2019-2020 do të instaloheshin centrale me kapacitete të instaluara prej 490 MW nga energjia e prodhuar nga burimet e rinovueshme fotovoltaike. Aktualisht, kapacitetet e instaluara të prodhimit të energjisë elektrike nga centralet fotovoltaike është vetëm 23 MW në total. Partia e Lirisë prej kohësh ka depozituar në kuvend përreqligjin për sektorin e energjisë elektrike. Kundër të tjera, propozon që për vetë prodhuesit, ndërtimi i kapaciteteve të energjisë nga burimet e rinovueshme deri në 2 MW që prodhojnë energji elektrike nga dielli miratohen nga operatori i shpërndarjes. Pra jo deri në 0.5 MW, po 2 MW. Pra qeveria nuk ka pse t'i kufizoj klientët privat apo publik, si dhe klientët familjar të instalojnë një kapacitet total deri në 0.5 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme. Por në mbështetje të kërkesave të tyre, ne kemi propozuar në përreqligj që fasha të jetë deri në 2 MW dhe ky është një interes i qytetarëve, i konsumatorëve, i sipërmarrësve, por është edhe një interes publik. Sa më shumë të nxisim qytetarët, konsumatorët, sipërmarrësit të investojnë vetë në këtë drejtim, aq edhe më i madh është edhe përfitimi i përgjithshëm në interesin publik. Duke gjykuar se në këtë mënyrë u vim në ndihmë familjeve dhe bizneseve që nuk e përballojnë dot koston aktuale të çmimit të energjisë elektrike. Por jo vetëm kaq, por në këtë mënyrë kontribuojmë që t'jepet fund korrupsionit të blerjes së energjisë elektrike dhe gjitha pengesave burokratike për të shfrytzuar burimet e reja energjetike dhe nevojat në rritje për energji. Përreqligjet e Partisë së Lirisë, megjithëse të depozituara prej disa muajsh në kuvend, janë bllokuar nga rilindja dhe nuk lejohen të shqyrtohen pasi qeveria ka interes vetëm që të vazhdoj projektet e saj korruptive dhe ligjet dhe aktet që thellojnë korrupsionin dhe skandalet e saj, me qëllim që qytetarët të grabiten dhe të mos ndihmohen. Veçanërisht në kushtet kur për 2 termocentralet lundruese që u morën me qera 2 vjeçare për të mbuluar kërkesën për energji elektrike në këtë periudhë krize, vetëm qeraja që do vendoset në brigjet e Triportit Vlorë kushton $46 milion, ndërsa fatura e prodhimit të energjisë rreth $285 milion. Pra fatura totale është $336 milion. Pa llogaritur faktin që çmimi i energjisë që prodhohet prej tyre është €350 megawatt, ndërkohë që çmimi në bursën hungareze është €179, pra gjysma. Pra për të shmangur gjithë këto kosto ekstra, as pak efektive për buxhetin e shtetit, vlerësojmë se miratimi i nismës ligjore propozuar nga Partia e Lirisë është jo vetëm i ndihmështuar për buxhetet familjare dhe financat publike, por edhe u jep fund praktikave të tilla korruptive të qeverisë së rilindjes për blerjen e energjisë. Faleminderit. Rugova Dunisha, Fax News. Zoti Meta, duke qenë se largimi Agron Çelaj tashmë është bërë zyrtarisht, le të themi, krahas socialistëve dhe largimi nga Partia e Lirisë, a rrezikon për herë të parë Shkodra, bastioni i së djathtës, të fitohet nga socialistët, duke qenë se për këtë bashki socialistët kanë ngrumbulluar forca së bashku me Tom Doshin, por edhe kandidatin e mundshëm Benet Beci. Në krah të tyre tashmë edhe Agron Çela. Mos sumeni me lajmet vjetra të i viti që ka ikur
ku pavarësisht se të gjithë ishin bashk, si që dini ju, në 6 mars, Sali Berisha i shqepi i vetëm fare. Mos u merrni me lajmet vjetra, merrni me lajmet të reja, dhe askush nuk na shpërqendron nga fitoria e padiskutueshme që pritet në Tiranë, në Durrës dhe në Elbasan dhe padyshim anë mban Shqipërisë. Për qarkun e Shkodrës, padyshim që rilindja do të ketë zero bashki dhe zero mundësi për të njëllosur Shkodrën edhe shkodranët. E ka shndruar Shkodrën në një fshat të braktisur. Ja ka hequr të gjitha shërbimet, ja ka hequr të gjitha drejtorit, edhe mori përgjigjen në 6 mars, do të marri përgjigjen akoma më të fortë në 14 maj, edhe flamuri i demokracisë në Shkodër do ngjitet edhe një 2 kate më lart. Në fakt do doja të pyesja edhe në lidhje me komisionerët e KZAZ-v, duke qenë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur një afat fundor 29 janarin për dorëzimin e këtyre komisionerëve. A i ka përgatitur Partia e Lirisë këto komisioner, do t'i paraqisni ju vetë, apo jeni në bisedime me Partinë Demokratike, duke qenë se edhe konflikti mes Partisë Demokratike dhe mos zgjidhja e çështjes së vulës vjen të mbetet, le të themi, në ngërçe dhe sa i takon propozimeve për anëtarët KZAZ-ve? Nuk ekziston asnjë konflikt në vlerësimin tim brenda Partisë Demokratike. Kjo çështje është zgjidhur me kohë. E ka zgjidhur edhe vetë 6 marsi dhe zhvillimet që erdhën pas tij. Këtu kemi një demonstrim të qartë të mënyrës se si në mënyrë mafioze Rilindja dhe Edi Rama kontrollojnë dhe mbajnë në presion gjykatat, pikërisht për të kontrolluar vulën e Partisë Demokratike si partia kryesore e opozitës në Shqipëri, por të gjitha përpjekjet për të shpërqendruar debatet në këto çështje dhe sidomos për të shmangur vëmendjen nga skandalet e llaftashme që dalin për ditë nga obori i Rilindjes, nga kupola e Rilindjes, nga zyrtarët e Rilindjes, nga oxhakët e Rilindjes, edhe nga dyshekët e Rilindjes, këto nuk spostojnë dot me lajme të tilla. 14 maj do të jetë një uragan për ndryshim. Çdo shqiptar do votojë ndryshimin që të ndalojë shpopullimin, shkretimin e vendit tonë edhe të vatrës së tij familjare. Kisha edhe një pyetje tjetër, me që nuk më dhat përgjigje nëse i keni përgatitur apo jo komisionerët për këto zona. Kjo është pyetje për sekretaren e organizimit zonjën Elona Guri, ose për nënkryetarin zotin Endrit Brahimllari. Jo se nuk dua t'i përgjigjem, por ne kemi detyrat e ndara në Partinë e Lirisë, mund t'i pyesni ata dhe ata do t'japin përgjigjen me shumë korrektesë. Do të doja edhe një koment nga ana juaj për zhvillimet në Partinë Demokratike, duke qenë se së fundmi Enkeleda Libeaj ka përjashtuar 4 deputetë të Partisë Demokratike nga grupi parlamentar, e nga ana tjetër një pjesë e deputetëve ka nisur të mbledhin firmat për shkarkimin e zotit Alibeaj nga kryetari i grupit parlamentar. Si komentoni këto zhvillime? Nuk më takon mua të komentoj zhvillime të tilla, pasi qëndrimi im se kush është Partia Demokratike është i qartë, edhe ai ishte në respekt të vendimit të marrë nga populli opozitar dhe qytetarët shqiptar në 6 mars. Unë respektoj vendimin e popullit. Së dyti, lidhur me këtë çështje, aq sa kam, që të mos më akuzoni që su përgjigja, aq sa kam parë nga mediat edhe nga reagimet e eksponentëve që janë përjashtuar, ka ndodhur i paradoks i madh, sepse 4 deputet të cilët janë edhe shumë shëmbullor në etikën e tyre, si Belind Kılliçi, Oert Bylykbashi, Agron Sheu, edhe profesor Tritan Sheu, pas kanë bërë një super reflektim për ngjarjet e 8 janarit, sepse ata pas kanë firmosur sipas lajmeve për të pranuar kryetar grupi të Partisë Demokratike
nënkryetarin e këtij grupi, meqense zoti Boçi do kandidoj për kryebashkiak, i cili në 8 janar ka qenë në anën tjetër e kundërt të foltores zotin Saliani. Megjithatë, kjo është i çështje e tyre, ajo që mund të them është se çdo manovër Edi Ramës është e dëshpëruar për të spostuar vëmendjen e opinionit nga probleme që s'ekzistojnë brenda opozitës, përveç atyre që stis Edi Rama dhe që i financon ai edhe me koncesionet edhe ti ku e dim prioritet është gjithmonë dhe tendrat të implikoj persona që formalisht janë brenda opozitës, pasi skandalet e tij nuk i mbulon dot më asgjë, nuk mbulohet dielli me shoshtë të popullit, të gjithë i kanë të qartë, edhe vetëm opozitarët që janë shumë të qartë për këtë gjë, po edhe vetë socialistët e thjeshtë, edhe çdo shqiptar i ndershëm, edhe patriot e kupton që po jetojmë në një regjim kleptokratik ku korrupsioni është bërë i padurueshëm dhe është jo vetëm një kërcënim për të ardhmen e vendit dhe të stabilitetit makroekonomik dhe të ekonomisë së çdo familje shqiptare, se ky korrupsion është jo vetëm shkaku kryesor i varfërimit të gati mbi 80% të qytetarëve shqiptar në vitet e fundit, por njëkohësisht se vazhdimi i këtij korrupsioni është fyrja më e madhe për dinjitetin e një populli të tërë. Ndaj, çdo lloj lajmi për të krijuar gjojë atmosferën e problemeve të opozitës edhe të 14 majit, edhe se si do të jetë opozita mas 14 majit, apo pasigurira të ndryshme që stiset nga Edi Rama, është tregues i dëshpërimit i tij. Ai e di shumë mirë se opozita do të jetë shumë herë më e fuqishme mbas 14 majit. E di shumë mirë që errësira në 60 e ca bashki që i kontrollon rilindja 100% në raport me qytetarët do të marrë fund një herë për gjithmonë, dhe di shumë mirë se deri atëherë skandalet të reja do dalin dhe pas 14 majit qytetarët do të merrohen nga pushteti vendor që ata kanë financuar me taksat e tyre. Dhe ju shikoni rruga Xhon Belushi se çfarë kryevepre korrupsioni ishte. Fal kandidatit Belind Kylliçi edhe stafit të tij u parandalua një vjedhje e hapur në mes të kryeqytetit vetëm për efekte elektorale dhe si ajo janë edhe shumë vepra të tjera. Kjo gjë që u kap Tiranë, kjo gjë ndodh kudo në Shqipëri dhe unë i ftoj të gjithë që të jenë të vëmendshëm të denoncojnë akte të tilla skandaloze, korruptive dhe jo vetëm kaq, por e theksoj edhe një herë tjetër, atë ftesë që u kanë bërë gjithë zyrtarëve në Republikën e Shqipërisë të jenë të kujdesshëm kur firmosin, të mos bëhen bedela të rilindjes, sepse do të përfundojnë në për burgje. Sot është rilindja ajo që i cakton se kush do të bëhet bedeli i radhës, por nesër do të jetë ligji i cili nuk do të kursej asnjë. Edhe një pyetje kam. Ernita Shevroja, Abëlcenjos. Zoti Meta ju thatë që Agron Qele është një e shkuar, por 14 maj është e ardhme dhe mjaft e rëndësishme, sidomos për opozitën që pas bashkive të cilat janë të gjitha të majta, do të tentoj të marri bashki. Dhe në këtë kontekst, edhe një herë, Agron Qela dhe gjithashtu shtuar këtu edhe pjesën tjetër të opozitës Talibejt, që sipas informacioneve do të ketë edhe ai një kandidat të tij për Shkodrën, a lëkunden opozitët e opozitës në Shkodër? Po besoj se e thash shumë të qartë. Mos me lajmet të vitit të kaluar. Riciklimi i këtyre lajmeve është si kur të flasim tani edhe për Agon Channelin. Nuk ka vlerë. Është një lajm tepër i vjetër. Të flasim për gjëra të reja. Shkodra ja vën notën kujdo, më mirë se çdo qytet tjetër në Shqipëri. Edhe mos harroni parashikimet e tyre se çdo ndodhte në 6 mars në Shkodra. Mbani mend apo? Edhe ju dini shumë mirë se si vajti Shkodra.
edhe t'jeni të sigurt që Shkodra do t'jetë një prioritet i imi, si ka qenë gjithmonë, edhe din shumë mirë shkodranët, në gjitha detyrat që kam patur, përfshirë edhe atë të kryeministrit, ku disa nga veprat më të mëdha janë bërë në atë kohë, në vitet 2002, dhe absolutisht flamuri i lirisë dhe i demokracisë do të ngrihet edhe 2 kate më lart në Shkodër në 14 maj. Përpjekjet me lemet vjetra banale, që janë vetëm për të ushqyer barsaletat në Shkodër, për të shmangur vëmendjen nga skandalet e rilindjes, nga oxhakët, nga dyshekët, nga incineratorët, nga porti i Durrësit, janë vetëm qesharake dhe tregojnë dëshpërimin shumë të thellë dhe shumë të rëndë ku është rilindja. A ju dhaj arsye të qëndësishme pse u largua? Ua thash edhe një herë, 2 kate më lart flamuri i lirisë edhe i demokracisë në Shkodër në 14 maj. Kështu që Shkodra ja vën notën secilit më mirë se çdo qytet tjetër i Shqipërisë. Ju falenderoj shumë edhe një herë tjetër dhe do të jemi në lidhje të vazhdueshme.